Në stadiumin Çavdar të Sofjes, përpara 10.000 spektatorëve zhvillohet ndeshja miqësore ndërkombëtare e futbollit midis skuadrave kombëtare të Bullgarisë dhe Shqipërisë. Skuadra kombëtare e Shqipërisë. Skuadra kombëtare e Bullgarisë. Pas shkëmbimit tradicional të flamureve, fillon ndeshja e pritur me padurim nga publiku. Fitoria, kjo është kurreshtja që I mundon të gjithë pjesëmarrësit në stadium. Vazhdon gjithë një pacaktuar fitoren, megjithse dhe pak minuta I ndan nga mbarimi. Spikeri shqiptar do të dëshironte të komunikonte fitoren, por ndeshja përfundon në barazinë e dy skuadrave pa shënuar asnjë gol.